Ishte 13 vjeç kur humbi 14 anëtar të familjes. E vet u shpëtoi 16 plagëve që mori nga plumbat e ushtrisë serbe. Edhe ky për vjetorin 27, ashtu si çdo vit tjetër, Saranda Bogujevcin e gjeti me dhimbje. Mirë po ajo thotë se historia e luftës duhet mbajtur mend gjithmonë. Ajo çka duhet ta mbajmë në mend është që kjo ka ndodhur me një qëllim. Dhe ka ndodhur me një qëllim për më të zhdu komplet. Si unë, fëmijët e Axhës e plot të tjerë mbajmë plagët në trup, po natyrisht që dhe krejt familja i bën plagët në shpirt. Se është e vështirë kur humb familjen në formën mizore në të cilën ata e kanë bërë. Në masakrën e Budujev kishte pësuar dhe Enver Duriqi, i cili kishte humbur prindrit, bashkëshortën dhe 4 fëmijët. Ndonë se Duriqi i vdeq vitin e kaluar, Bogujevci thekson se kujtimi për të nuk shuhet kurrë. Fatkeqësisht tash e 2 përkujtime, Axhën Enver nuk e kemi më në mesin tonë, që e shton dhimbjen tutje, po që edhe kujtimin e tij dhe kujtimin e gjithë secilit familjar duhet ta mbajmë gjallë. 28 marsi 99-s ishte ditë e rëndë edhe për vëllaun e Enverit, Shemsi Duriqin. 7 anëtar familjes janë pikërisht familjes sën, janë 2 prind, është bashkëshortja e vëllaut me 4 fëmijë, me mosha të reja, nga 2 vjet deri në 13 vjet. Kjo është një rast apo një masakër, mund të themi me promasa shumë të dha komunën e Budujevës. Ai rrefën gjithashtu për forcën e familjes për të vazhduar jetën pavarësisht tragjedisë së përjetuar. Sido që të jetë, prap familjet kanë gjetë ngushëllim, mbështetje, kanë filluar jetën e pikërisht flasim për vllaun i cili edhe pse masakruhet tër familja. 2 prind, bashkëshortja dhe fëmia, prap martu, krijoi familje 3 dhe tani gëzon edhe fëmijë të tjerë, të cilët i ka të pagëzuar me emrat e tyre të tjerëve. Përveç familjes Bogujevci e Duriqi, në masakrën e 28 marsit të vitit 1999 në Budujev kishte pësuar dhe familja Llugaliu.